Kievi u përball me një nga bombardimet më të rënda që nga fillimi i luftës 4 vite më parë, pasi Rusia lëshoi qindra dronë dhe raketa drejt kryeqytetit Ukrainas dhe zonave përreth. Sipas autoriteteve ukrainase, sulmi zgjati për orë të tëra dhe përfshiu edhe përdorimin e raketës hipersonike Oreshnik, një armë me rreze të mesme veprimi që mund të mbajë edhe koka bërthamore. Kjo është vetëm hera e tretë që kjo raketë përdoret në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Bilanci paraprak flet për disa viktima dhe mbi 80 persona të plagosur. Pamjet nga kryeqyteti tregojnë ndërtesa të shkatërruara, makina të djegura dhe qytetarë që strehoheshin gjatë alarmit ajror. Një 20 vjeçar, i zhvendosur më herët nga territoret e pushtuara nga Rusia, tha për Reuters si gjatë bombardimeve mendoi se nuk do të mbijetonte. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, vizitoi zonat e goditura dhe dënoi ashpër sulmin rus. Ai deklaroi se objektivat e goditura përfshin muze, shkolla dhe apartamente banimi. Zelensky tha se Rusia kishte goditur edhe muzeun e Çernobilit, të ndërtuar vetëm një muaj më parë për 40 vjetorin e katastrofës bërthamore. Ai i quajti sulmet çmenduri dhe kërkoi reagim të fortë nga Shtetet e Bashkuara, Europa dhe aleatët ndërkombëtar. Forcat ajrore ukrainase thanë se Rusia lëshoi rreth 90 raketa dhe 600 dronë gjatë sulmit masiv. Nga ana tjetër, Moska deklaroi se bombardimet ishin akmarrje për sulmet ukrainase ndaj objektivave civile në territorin rus. Ukraina mohon se shënjestron civil, ndërsa Rusia vazhdon të mohojë akuzat se sulmon zona civile, pavarësisht mira viktimave të regjistruara gjatë luftës.